Po, zoti Tahiri, ju lutem. Po të lutem. Po të lutem, nuk merret fjala me pa hir për procedurë. Sa të mbaroj zoti Tahiri, fjalën e ka zonja Topalli. Ju lutem. Të lutem. Po të lutem për tonë. Të lutem. Unë do respektoj rregulloren, ju lutem. Ka nevojë për lëvizje, Ju lutem. Ju lutem, zoti Tahiri, do të doja të përfundoni fjalën tuaj. Po, patjetër, kryetar. Po. Ju lutem të ruajmë etikën dhe të respektojmë parlamentin. Ju lutem. Ai ka të drejtën e tij të flasë, të përfundoj fjalën e tij. Ju keni të drejtë të merrni fjalën. Ju lutem të përfundoj fjalën ministri. Më pas ju keni të drejtën tuaj të shpreheni. Ju lutem zoti ministër. I nderuar kryetar, nderuar deputet, unë këtu sqarova e para dallimin ndërmjet majorancës dhe opozitës. E dyta sqarova dallimin qeverisës, standardin qeverisës, ndërmjet qeverisë sot dhe qeverisë dje. E treta sqarova se qeveria e kaluar, ky që bërtet këtu, me atë që rri ullur atje, këti oficerit të kërkuar, të arratisur, të arrestuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe bashkëpunim me trafikantët, i kanë dhuruar tokë në Orikum. Dhe shpresoj t'i kenë mësuar dhe notin se mirë që i kanë dhuruar tokë në Orikum. Por ajo që është më e rëndësishme është sqarimi për atë që ka ndodhur deri më sot. E tha dhe deputeti i opozitës. Ka ndodhur që Pa e përfundon fjalën, i lutem durone. Ka ndodhur që pak më pak se një muaj më parë, një avion u kap në Itali, i ngarkuar me lëndë narkotike në Shqipëri. Ky avion që u kap në Itali ishte pjesë e një procedimit përbashkët ndërmjet forcave të policisë të Italisë dhe të Shqipërisë. Në kuadër të këtij procedimi u arrestua dhe një punonjës policie në Vlorë. Ky është standardi ynë, kur në dallim nga qeveria e kaluar, që edhe atëherë kur punonjës policie janë të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike apo në bashkëpunim me përfaqësues botës krimit, arrestohen dhe çohen para drejtësisë. Standardi juaj është raportimi edhe publik se si parcelat Nazarat u iteshin me autobotat e ujësjellësit Gjirokastër apo me zjarfikset e Gjirokastrës. Ja pra ky është standardi dyfisht. Ju me makinat e shtetit u isnit parcelat. Ju lutem se po e përfundon, ju lutem, mos bërtisni. Luftojmë trafikun e lëndëve narkotike dhe vëm para drejtësisë edhe punonjës policisë që janë përfshirë. Ky standardi dyfisht është treguesi më i mirë i punës që bëjmë ne në raport në atë që bëni ju. Është standardi më i mirë i punës që bëjmë ne për të forcuar institucionet dhe për ta ngritur në tjetër nivel punën e policisë shtetit në raport me qytetarët, duke luftuar krimin e organizuar, trafikun e lëndëve narkotike, kultivimin e lëndëve narkotike, dhe është kjo arsyeja pse vjet Shqipëria për të pari vit nuk ishte më vend origjine për kultivimin e lëndëve narkotike. Ndërkohë sot ju referuat dhe në parlament, thatë që një avion tjetër është nisur nga Shqipëria dhe ka përfunduar në Itali me lëndë narkotike. Unë kam raportin e kuesturës dhe policisë italiane. Sipas këtij raporti zyrtar, avioni është nisur nga Torino për Lecce.
Në rastin më të keq me standardin tuaj, Ministri i Brendshëm italian është i përfshirë në trafik droge bashkë me kryeministrin italian. Sepse ky avion është nisur nga Torino për Lecce. Ç'pun ka këtu policia shqiptare? Ç'pun ka Ministri i Brendshëm shqiptar? Ç'pun ka kryeministri, qeveria e kështu me radhë? Pse duhet jetë ky motiv që të çoheni dhe të shpifni këtu? Të dashur, që t'jeni të qartë. Unë nuk kam ndërmend të harxoj 1 sekond vetme. Të merrem me to llovin publike që kërkoni ju. Dhe nuk do konsumoj 1 sekond vetme pa bërë detyrën për të luftuar krimin dhëm për dhëm. Dhe nëse ndonjëri prej jush i del përpara policisë, do mbaj përgjegjësi ligjore. Sepse ne kemi treguar që bëjmë detyrën pavarësisht kush i del përpara policisë. Deputet, ish ministër, ish kryeministër, deputet aktual dhe kushdo tjetër. Tani shëndet dhe të mira, vazhdoni që keni mësuar. Ju lutem se po përfundon. Ne do luftojmë Zoti Noga, ju lutem. Faleminderit. Ju lutem mos e prek deputetin, të lutem. Urdhëro zoti Noga. Zoti Noga e ka kërkuar zonja Topalli. Zonja Topalli, mund t'ja lëm zotit Noga?